Me 9 vota pro e 2 kundër është bërë certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të nënshkurtit. Pas më shumë se 6 jave prej ditës së zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka finalizuar një proces të gjatë verifikimi. Sipas certifikimit, lëvizja vendosje me mbi 390.000 vota që përbëjnë 42.30% të totalit ka siguruar 48 ulse në kuvend duke qenë fituesja kryesore e zgjedhjeve. Pasaj, Partia Demokratike ka arritur 24 ulse me mbi 190.000 vota, ndërsa Lidhja Demokratike me mbi 170.000 vota ka përfituar nga 20 ulse. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Social-Demokrate ka siguruar 8 ulse duke marrë mbi 66.000 vota që përbëjnë 7.6% të tërësisë së votave. Antarët e lëvizjes vetëvendosje në KQZ votuan kundër. Ata paraprakisht u ankuan për procesin e votimit më poshtë duke paralajmëruar ankesën në gjykatën kushtetuese. Alban Krasniqi i VV-s është shprehur se shenjat e zeza që la ky proces dhe rreziku që këto të kalojnë pa marrë rrugën organeve të drejtësisë përbën rrezik të demokracisë. Shenjat e zeza që kalon ky proces dhe rreziku që këto të kalojnë pa marrë rrugën e organeve drejtësisë përbën rrezik realisht edhe për demokracinë. Ndërsa Jergashin nga PDK-ja ka thënë se problemi është se duke i referuar ligjeve në fuqi, janë disa kategori që duhet të japin dorëheqje para certifikimit. Sipas tij duke përfshirë edhe ekzekutivin lokal dhe qendror. Po mendoj që ne duhet urgjentisht të adresojmë të gjitha çështjet, duke përfshirë edhe çështjet tona të brendshme, defektet tona të brendshme, por adresimin edhe çështjet të cilat dalin nga ndryshimet e mundshme ligjore, sepse kjo duhet të shërbente edhe zgjedhjeve të cilat na presin, zgjedhjeve lokale. Ndërkaq kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniqi pas këtyre diskutime ka njoftuar se 3 kryetar komunash kanë hequr dorë nga postet e deputetëve. Bëhet fjalë për Bedri Hamzën e PDK-s dhe Gazmen Muhaxherin e Imre Ahmetin e LDK-s. Këta të tre u zëvendësuan me Rashid Çalajn, Arben Gashin dhe Paris Gurin. I kemi 3 kërkesa që nuk kërkojnë të certifikohen. Gazmen Muhaxheri nga kryetari komunës në Pej dhe Imre Ahmeti nga kryetari komunës në Lipjan. Prej pozitës e të deputetit, për shkak se janë me marrjes mandatit, se ende nuk janë deputet. Gjykata Supreme e Kosovës gjatë ditës së gjeshme kishte refuzuar dhe si të babazuar ankesën e lëvizjes vetëvendosje me të cilën ka kërkuar që të anulohen rezultatet e votimit me postë për subjektin politik Lidhja Demokratike e Kosovës dhe kandidatët e saj. Ka dhënë para certifikimit, nuk mund të bëhet. Lëvizja vetëvendosje kishte kërkuar anulimin e 18.933 votave të kësaj partie, përsëritjen e votimit me postë dhe largimin e disa kandidatëve të LDK-s nga lista zgjedhore.